Sheshi para stadiumit Loro Boriçi është dëmtuar sërish, dëmet janë të dukshme pothuajse në të gjithë hapësirën përreth stadiumit. Pasojat duket se po i vuajnë qytetarët e sidomos automjetet, të cilët e kanë të vështirë të lëvizin për shkak të amortizimit të ndjeshëm që ka pësuar zona në fjalë. Dy vite më parë Bashkia Shkodër ndërhyri për riparimin e dëmtimeve në sheshin përreth stadiumit Loro Boriçi. Grupet e punës punuan për zëvendësimin e pllakave dekorative të dëmtuara nga mjetet të tonazhit të lartë, si dhe sistemimin e plotë të sheshit përreth impjantit sportiv. Por duket si ka ardhur koha që të kryhet një tjetër ndërhyrje në këtë zonë. Sheshi përpara stadiumit është një hapësirë publike rëndësishme që shërben si pikë grumbullimi për tifozët dhe vizitorët gjatë ngjarjeve sportive dhe aktivitete të tjera.